të gjithë energjitë tona drejt një bujësie shqiptare të fuqishme dhe cilësore dhe të sigurt. Çfarë po ndodh realisht? Faktikisht zoti Dumani ka një fush shumë të rëndësishme për të hetuar këtu, sepse këtu Flavio në 12 vite të kësaj qeverisje të gjithë ministrat që kanë shkuar dhe kanë ardhur në drejtim të institucionit të Ministrisë së Bujqësisë kanë kryer premtime dhe kanë kryer vjedhje të pa imagjinueshme. Si vjedhje të pa imagjinueshme? Po, vjedhje drejt për drejt, sepse të premtosh për një sektor ka shumë të rëndësishëm, sa që është bujqësia, dhe të mos i mbash premtimet dhe të shkojnë fondet në një drejtim që nuk dihet, kjo nuk mund, është e pa kontestueshme. Nuk ka një kuptim, nuk ka një drejtim se ku shkojnë këto fonde prej 12 vitesh. Premtime pa fund dhe asgjë konkrete. Si është e mundur? Këta njerëz që luftojnë akoma me jetën e tyre, me prodhimin e tyre, të vi prodhim nga vendet e rajonit dhe të konsumohet nga fëmijët tanë dhe nga të rinjt tanë dhe nga pensionistët tanë, kur ne kemi mundësi të prodhojmë gjithë shka në këtë vend, si shpjegohet kjo gjë? Prandaj zoti Dumani, unë i bëj thirrje, nëse ka ndonjë grim respekt për këta njerëz që kanë vite që punojnë, duhet të hetoj të gjithë ish ministrat e bujqësisë. Sepse këtu është kryer një masakër, është kryer një vjedhje ditën për diell. Ku shkojnë këto fonde? Si ka mundësi që fermerët shqiptarë nuk kanë asnjë litër karburant për mjetet e tyre? Si ka mundësi që tani në këtë periudhë? Po si është e mundur që flota e Gjergj Lucës shëtit nëpër dete, nëpër oqeane? Ku e gjen Gjergj Luca këtë karburant? Pse i merr ai me qindra mijëra litra karburant që na takojnë ne fermerëve? Pse? Pse nuk kanë fermat një garanci për prodhimin e tyre? Pse nuk kanë një garanci për atë që duhet kultivojnë? Pse nuk kanë fermerët një orientim që duhet të kultivojnë këto kultura dhe këto prodhime do t'ju tregtohen në tregun e brendshëm? Pse fëmijët tanë duhet konsumojnë pataten e ardhur nga Libia? Pse fëmijët tanë duhet konsumojnë... Patate nga Libia? Po, patate nga Libia vjen këtu. Nga çdo lloj vendi që mundet, po konkretisht... Nga vend në luftë civile në Afrikë. Pse ne duhet kemi mish me probleme, me salmonel, mish pule të diskutohet me probleme, sepse këtu nuk ka kontroll, këtu importohet pa kriter, dhe ata që importojnë e kanë të lehtë, sepse nuk kanë asnjë përballje, nuk kanë asnjë barikad kontrolli, dhe fusin në treg gjithçka që ata mund të fusin. Çështja është në këtë periudhë ku është kulmi i punës për fermerët. Çfarë po ndodh aktualisht në serat shqiptare dhe në tokën shqiptare? Fermerët e serave janë punëtorë dhe janë njerëz të ndershëm, por janë krejtësisht të paorientuar për pesticidet dhe herbicidet që ata përdorin. Unë i këshilloj të gjithë fermerët e serave që të bëjnë kujdes me përdorimin e këtyre pesticideve. Një pyetje këtu shumë të rëndësishme për publikun. Këto pesticide që her pas here na e kthen Bashkimi Evropian produktet mbrapsht, a janë, le të themi, si përpjekje për të përfituar fermeri apo janë mungesë informacioni për listën e atyre të ndaluarave? Këtu janë dy probleme. Njëherë është mungesa e këshillimit nga inspektorët e bujqësisë, që duhet t'i këshillojnë fermerët për çka ata duhet përdorin, që t'jenë produkte të garantuara dhe të certifikuara nga Komuniteti Evropian, por dhe produktet që ata kanë mundësi të blejnë, ato gjinden nëpër farmacitë bujqësore ose nëpër barnatorët. Prandaj duhet me njëherë ndërhyrje e një komisionit posaçëm nga Ministria e Bujqësisë që të krihen të gjithë qendrat e shitjeve të herbicideve, pesticideve, farave dhe gjithçka të inputeve të bujqësisë. Të jetë e garantuar çdo prodhim që fermerët. Patjetër, nuk mund ta futesh ti një diçka që e ka ndaluar Komuniteti Evropian. Përkundrazi, jo vetëm që nuk mund ti ta fusësh, por ti duhet të jesh i orientuar për dozën që ti do prodhosh.
do përdorësh te prodhimi jot. Do më thënë, ka një dozë të caktuar të këtyre produkteve që ti duhet të përdorësh. Ndryshe, ti i jep stimulim frutit, i jep stimulim bimës, edhe të krijon probleme. Nuk të lejon ty njëri atje, as në Kroaci, as në Itali, as në Gjermani, nuk të lejon ta kalosh produktin ashtu siç ti mendon. Ti mund të duash ta shesësh produktin shpejt dhe të fitosh, të kesh fitime sa më të larta, por nuk është e mundur kjo gjë, sepse vendet e Europës kanë kontroll, nuk janë vendet e Europës siç jemi ne këtu, hanë me 7 porta. E qartë. Ndërkohë, zoti Kaloshi, një kuriozitet që lidhet me një fenomen të çuditshëm. Gjatë periudhës së fondeve të IPARD-it, AZBRE dhe Ministria e Bujqësisë i shpërndanin këto me një listë selektive ku shumë njerëz pranë pushtetit kanë marrë qindra miliona lek dhe në disa raste edhe euro. Ndërkohë, në këtë moment duket se janë vetëm paratë e taksapaguesit shqiptar ata që përshkojnë ky fermeri. A ka një patronazhim të fermerëve? A ka një ndarje, ka preferenca? Patjetër, ndarja është lehtësisht e shikueshme. Si? Shumë e shikueshme. Ata mbështesin njerëzit që punojnë për ta. Ata mbështesin njerëzit që kanë pranë tyre. Mbështesin drejtuesit e pushteteve vendore. Mbështesin drejtues që punojnë për blerjen dhe makinerinë e prodhimit votave të tyre. Unë njoh kompani që kanë marrë dhe nga 7 milion, nga 8 milion euro. Dhe që nuk i kanë vënë kurrë në punë ato fonde. I kanë ndërtu magazinat, i kanë lënë atje në lushnje, kot, fare, pa asnjë lloj produktiviteti. Këto fonde kanë shkuar normalisht me intimidim, dhe kjo dihet botërisht. Fermerët e vërtet nuk kanë marrë asnjëherë mbështetjen e dur. Shkoj atje në lushnje, ke 3 urat atje, na bën politik atje, na tregon se si mbajnë lopët e se si bëhen lopët me kompjuter e ku diun se qa. Nuk është kjo politika e dur. Aktualisht sa është norma e buxhetimit për fermerët? Me aq buxhet sa ka qeveria? Qa është më qesharake është? Janë 100.000 lekë të vjetra për një krer lop. Edhe ato duhet 7-8 muaj ti marrësh, është muaj 4 i vitit, s'ka nis aplikimi akoma. Jemi 8-9 prill sot. Kur do i marrim në lekt? Edhe zgjedhjet janë për 2 muaj, pse duhet ndikohen fermerët për pjesën që ka zgjedhje apo nuk ka zgjedhje? Zgjedhjet le të kryen. Ai tash ndoshta edhe ndjen që i ka ardhur fundi dhe e ka lënë fare këtë punë, po si në fillim, si në fund, e njëjta skem që e për të. 12 vjet vetëm me mashtrime, me premtime, edhe në fund fare asnjë gjë konkrete. Jep ti 70 litra naftë për 1 hektar prodhim, për 1 hektar misër të kultivuar. Po kosto ati hektari misër shkon mbi 1.500 euro, 1.600 euro, sepse çmimi i farës është dyfishuar, çmimi i plerave ai e dyfishoi. Na përjashtoi edhe nga TVSH-ja, çdo produkt që ne blejmë si fermerë e kemi pa TVSH. Çdo produkt që ne shesim e kemi me TVSH. Po kush jeti? Pruri Niko Peleshin me gënjeshtra me mashtrime. E bëri zëvendës kryeministër, e bëri ministër të bujqësisë. Pruri Blendi Çuçi. Një çfarë të them se s'kam fjalë për atë. Mos ta bëjmë etiketime personale. Si ministër bujqësie. Se janë ministra ata. Do ta bëj unë aty. Si vodhin 100 e sa milion euro ajo Frida, edhe u zhduk, ku është ajo? Ku është? Prit pra një sekund, se kemi 12 vjet neve që mbajmë shpresa. Kemi 12 vjet që e blejmë karburantin me 1.800 lek për litër. Kur ka ikur kryeministër Sali Berisha në 2013, ka qenë 120 lek për litër karburanti. Sot është 1.800. Si janë këto gjëra? Prit. S'mundemi edhe ne, kemi edhe ne dikur dinjitetin ton. Pavarësisht se ne nuk kemi në një shoqat mirëfill që të na mbështesi. Por, shpresojmë që programi i ardhshëm në zgjedhjet që kemi përballë t'i japi rëndësinë e dur kësaj fushë dhe kësaj strukture siç është bujqësia. Por para se të flasim për politikë, zoti Kaloshi, çështja është që ritmet e kohës dhe tokës nuk pyesin se është 11 maj apo nuk është 11 maj. Puna ka filluar, si do jetë produkti shqiptar në periudhën e korrjeve? Ja po ta them unë ty i nderuar miku im, po bëhet viti 4 që nuk kultivohet grur.
as 1 metër grur nuk kultivohet në Republikë. Plus kemi bukë, domethënë. Pak fermer mbahen, janë ca djema atje në Korçë që mbahen, janë pak këtu nga Luzi Kavajës, në Lushnjë janë dorëzuar komplet fermerët që prodhonin grur. Çdo ton me grur dhe çdo kilogram me grur që konsumohet nga konsumatori vendas është grur i importit. Dhe kjo është goditja fatale, sepse kultura e grurit është kultura bazike e fermerit. Nëse fermeri nuk ka mundësi, nëse fermeri nuk ka mundësi të kultivoj ndonjë kulturë tjetër, grurin e ka domosdoshmëri, e ka dhe të thjesht për ta prodhuar, por dhe është njerëzore, është humane prodhimi i bukës. Si tha Albin Kurti vjet, buka e mot-motit, tha, prodhuam bukën e mot-motit, do me thënë një kryeministër që mbështeti vendin e tij me skemat drejt për drejta dhe arriti të prodhoj bukë për gjithë vitin, për 365 ditë. Kjo ai tha është arritja më e madhe e imja, tha, që unë nuk do importoj më grur nga vendet nga Serbia kryesisht. Po, kryesisht nga Serbia, nga armiku i tij i përjetshëm. Kurse ne vazhdojmë sa ditë grur kemi në Po ku kemi ditë grur? Unë prodhoja 400 ton grur çdo vit. Unë kam 4 vjet, unë s'kultivoj asnjë me, ja bosh janë tokët. Traktorat flen gjumë atje, u këshirën gomat para 2 ditësh. Shkova ju fryva gomat. Mora kompresor, do fryva gomat. S'ka, nuk vjen njeri. Pse? Po se s'kemi ç'a të bëjmë, s'dim ç'a të kultivojmë, ku ta çojmë. Nuk dim se s'kemi orientim, s'kemi mbështetje. S'na ka dhënë karburantin për si vjet. As është bërë aplikimi, as për numrin e krerëve timta, as për numrin e krerëve të lopëve, as një gjë, as një lloj mbështetje. Dela i dhimo kota atje, ai zvenc ministri kam mbledh atje ca halle xhin, kishte mbledh ke instituti i bujqësisë atje në Lushnjë për balla dhe gënjen aty, del aty do japim kështu do japim. Ç'a gënjen, si vjen Zornja, ai është burr i vjetër. Si vjen turbo bu. Unë se marr vesh një ku e gjeng. Po ku e gjeng të forcë burr, si vetëm propagandë, burr, vetëm propagandë, po boll burr, boll dikur. Kam përshtypjen se po ja afrohemi fundit të emisionit të boll me kafe sheto për ditën e sotme. Një koment, një apel të fundit zoti Kaloshi për fermerët në këto ditë. Komenti im për fermerët është me 11 maj të kenë mendjen. Okej. Kaç. Po e lë me kaq. Që mos të futemi shumë në politikë.